Është e vërtet? Jo, është e vërtet. Është e vërtet as pak, kur asnjëherë nuk do të shantazhohem, as nuk do të kërcënohem. Zoti tha që unë dëshmë na tregu për çka ishin në prokurit dhe për çka u. Po, kjo është një temë e përgatitur mëte prej rivalëve të mi politik, që gjëja se më kam përfshi në shpronësimet në fshatin e Shqipitull. Unë jam shumë i kënaqur që prokuroria ka filluar të merret me këtë çështje dhe i bëj thirrje prokurorisë që ta hetoj deri në fund këtë çështje. Unë i kam bërë thirrje edhe nga kuvendi që të hetohet çdo keqpërdorim i mundshëm në ato pjesë. Është e vërtetë që unë kam biseduar me qytetarë, vazhdoj me bisedu, do ta ngrej çështjen e tyre, problemet e tyre, sepse fshati Shqipitull dhe fshati Hade janë diskriminuar, janë anashkaluar dhe sigurisht që gjendja e tyre për jetë është e pamundshme atje. Prandaj unë edhe nga kuvendi so kam qenë deputet edhe sot në cilësinë e kryetarit, unë nga këtu i bëj thirrje qytetarëve të mi që do të më kenë gjithmonë gardian për mbrojtjen e të drejtave. Intervistua në cilësinë e të dyshuarit apo si dëshmitar? Po, si dëshmitar ata natyrisht që më pyetën për çdo gjë, edhe unë për çka do që unë të di, do t'i përgjigjem prokurorit. A keni folur edhe për çështjen e potencialisht ndërhyrjes në vijën e shpronësimit në Shqipitull? Çka ju kanë pyetur saktësisht edhe çka keni thonë ju? Pika e parë, te prokurori kanë tregu që vetë Kallxo Pikumi për 3 muaj radhazi më ka thirrë në telefon, vetë pronoria Kallxo Pikumit ka kërku takim që mos të publikohet video dhe sigurisht edhe të jetin këto. A keni bazuar këto pretendime? Sigurisht që po i kam bazuar dhe nuk kam rënë pre e shantazheve të mediave, edhe asnjëherë s'do të vi. Kur asnjëherë nuk do të shantazhohem, as nuk do të kërcënohem. Unë do të jem gardian i të drejtave të qytetarëve të mi. Faleminderit. E keni pas mundësinë edhe me u intervistu në ato, zotëri Thaçi? Jo keni pas refuzuar edhe intervistën? E keni pas mundësi? Jo, nuk është e vërtet. Jo, është e vërtet. Nuk është e vërtet as pak nuk është e vërtet. Nuk keni dalë në intervistë? Nëse je ti që më ke thirrë. Unë personalisht, jo kom thirrë. Në telefon kemi biseduar, në intervistë unë kam këtu. Në fund më ke thonë, është mirë më taku në tin 4 Nuk është e vërtet, absolutisht. Ju lutem publikoni faktet nëse është e vërtet, nuk është e vërtet. E keni pas mundësi, nuk keni dalë në intervistë. Unë tregoj jeta zorës, nuk shantazhohem unë. Për çfarë video keni fjalën? E përmendit Nuk shantazhohem, vetëm që ju e keni publiku. Tregoj jeta zorës, i kam treguar edhe publikisht jeta zorës. Nuk shantazhohem unë. As nuk kërcohem, as nuk shantazhohem. Gjithmonë në mbrojtje të qytetarëve të mi. Po ne vazhdoni me bo politikë. Qytetarët po jetojnë keq. Qytetarët nuk kanë kushte për jetë në fshatin Shqipitull dhe Hade. Ndërsa për media e kam një mesazh. Halil Thaçi, kryetari i komunës së Obiligjit, nuk shantazhohet. Faleminderit shumë.